Përshëndetje, miqtë e mi në kanalin tim Teatarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Teatarot 2025. E tani do të bëjmë një pyetje. Bën diçka konkrete personi juaj zemrës? Në këtë moment fokusohemi tek energjia e dy personave të dashuruar. Ne do të bëjmë pyetje. Bën diçka konkrete brenda një periudhe 72 orësh, personi juaj i zemrës, pra brenda 3 ditëve, personi juaj i zemrës bën diçka konkrete? Ky është person shumë human, do të ndihmoj njerëzit në nevojë. Po, bën diçka konkrete. Është një person shumë i drejtë, paqësor dhe shumë human, edhe nga ana shpirtërore dhe nga ana materiale. Hypën këtij kalit dhe bën diçka konkrete për të ardhur drejt jush me këtë kup të argjën në dorë. Diskuton për një problem bolloku, monedash, dhe vjen drejt jush sepse ju për të je perëndesha e bukurisë, me këtë dritë universin në dorë, në këto asë të mrekullueshëm. Ti je një person shumë familjar, e do familjen dhe shumë shpirtëror, e do këtë person me shpirt. Ky ka qenë pak i mërzitur, prandaj s'ka bërë diçka konkrete tek pjesa e bollokut. Shumë shpejt do të vi drejt teje. Kjo është diçka konkrete që ky person bën për ty. Ju hypën këtij kali dhe ju shpreh pasionin, dashurinë e madhe dhe gjërat konkrete që do t'i realizoj me ju. Është një person shumë i drejtë dhe ti je për të një femër shumë e fuqishme që në infinit gjërat i çon deri në fund. Je paqja, je pjesa e botës së tij, të qetësisë, të harmonisë dhe të qetësisë të asaj pjesës së balancës, pjesës së ekuilibrit. Je një femër që je zhytur në këtë botë paqësore, me këtë pëllum të paqes në dorë. Me kë rezonon kjo? Me kë gërm? Keni gërmën F-O-Z. Një G. Keni gërmën E, N, G, H, Q, C, K. Gërmën P, Z, R, N dhe E. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj, është energji e përgjithshme, mund të rezonoj me të gjithë, me Demin, me Luanin, me Akrepin, me Shigjetarin, Vricjapin, Peshqit, Dashin, me Ujorin, dhe me Binjakët. Faleminderit shumë, miqtë e mi.